Edi Rama doli dje si kriminali që kthehet në vendin e krimit, duke faktuar se sterilizimi është biznesi i tij dhe Beqes, mbasi ai dje mbrojti aferën e tmerrshme korruptive me të cilën për shkak të kostos stratosferike u privuan nga ndërhyrjet kirurgjikale të domosdoshme çdo muaj 1000 të smur, dhe ky privim në qindra, në mosmira raste, pati pasoja fatale për të smurt. Pas amnistimit të Beqes nga kapi i partisë, në një akt të pastër kriminal, rendi dje të mbroj me inskenime dhe dëshmitar të rrem dhe statistika falso veprën e tij të rënd penale, sterilizimin që ju ka kushtuar shqiptarëve gjerësot 79 milion euro dhe që ka rritur me 80 herë çmimin e sterilizimit dhe ka bërë këtë proces 4 herë më të kushtueshëm se sa në Gjermani.